iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina. Dhe është i kënaqur që mjafton për mua Islami si feja Allahu madhruar. Wa bi Muhammedin nabiyya, dhe është i kënaqur me zemrën e tij që Muhamedi është dërguari im sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shija iman. Po dërguar Allahu xhallahu na tregon për të rritur një shija iman, një është ëmbëlsia e imanit, që është pozita më lartë. Ëmbëlsia. Edhe thot Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fi", kush e ka krijuar tre cilësi në veten, wujida halawatul iman, ai ka për të shijuar ëmbëlsia e imanit. Edhe kjo është pozita më e lartë. Besimtari duhet të rrit për ditë afërmiteti i tij tek Allahu madhruar deri në momenti i fundit. Ai është ngelur kur vin urdhi Allahu xhaleshanu për vdekja. Allahu xhaleshanu çfarë ka thënë? Edhe Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na i shpagon pastaj. Ja ayyatuha an-nafsul mutma'inna. Momenti i fundit vëllezër kur vin në jetën tonë, vin engjeli Allahu xhaleshanu dhe thot: "O nafsi mutma'in, o nafsi qet, shpirti qet, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya", ka ardhur momenti i fundit, hajde me iknesi tek Allahu xhaleshanu. Ai nuk u mërzitet duke larguar dunia. Pse? Ai s'ka punuar për këtu. Një njeri nga Shqipëria ka ikur në Amerikë, në Kanada, në Gjermania, edhe ka mblidhur pasuria dhe ka dërguar ty. Kur do vi dita për të i kthehur Shqipëria, ka për të mërzitur ai? Jo, pse është duke ikur vatanin e vet, ka punuar mjaft, leka ka dërguar, shtëpia ka dërtuar, familja është i kënaqur edhe ashtu vëllezër, vatani jon është xhenneti Allahu madhruar. Në qoftë se ne kemi punuar tu, dita moment të fundit është duke thënë engjeli Allahu xhaleshanu: "O i shpirti qet, irji, i kthehu tek Allahu jot, tek Zoti jot me iknajsi i madh. Fadkhuli fi ibadi", ti do hyresh në robët e mi që janë të njerëzit i zgjedhur. Wadkhuli jannati, edhe hyre në xhennetin që kam vendosur për ty unë. Edhe kjo momenti vin kur thot dërguar Allahu xhaleshanu: "Thalathun man kunna fi", kush e ka krijuar ti tre cilësina vet, ai ka për të gjetur ëmbëlsia e imanit. Çfarë është e pari? An yuhibba Allah wa rasuluhu, dashuria Allahu xhaleshanu me thelësinë e vet. Aq shumë që thot: "Wa in qutti'ta aw hurriqta", që aq shumë është që nuk ke për të lënë këtë dashurin edhe pse bet sopa sop trupi jot. Soptohet plotësisht prap trupi jot. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nëse ju bëjmë një herë kam treguar Habib bin Zaid radhiyallahu anhu si është të vrarë në Musailama kadhabi, sopa edhe ai deri në momentin e fundit thonte la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sa më preste një pjesë e trupit ai thonte ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kur hyret këtë dashuria në thelësia e zemra, ka për të shijuar iman. Edhe pse bet sopa sop trupi jot ose digjet, hidhet në zjarr, prap nuk ka për të lëvizur ajo bindja tek Allahu xhaleshanu dhe profeti alayhis salam. Do i të thot an yuhibba abdan, ti dashurosh me një rob i Allahu xhaleshanu vetëm për hir të Allahut. Ky hadith na tregon një diçka shumë thellë vëllezër. Çfarë tregon? Që kesh në jetën e tën ashtu siç ke një doktor, një mjek familje. Kur ti do të diçka, me një herë atë lidh, ose duhet të lidhesh. Ashtu në jetën tën duhet të jetë një dietar i fesë Allahu madhruar, që çdo çështje tën do të tregosh atij, pse çdo njeri nuk është aft që tin komplet shariati Allahu xhaleshanu. Atëherë ti atë do pyesesh, do arish në jetën e tij duke parë jetën e tij, duke studuar jetën e tij që ai është sinqert, ai ka dije plot, ai është aft, edhe ati drejtohu, ai çfarë zgjedhje jep atë do të dikësh. Atëherë do të tregosh sinqeritetin tën me Allahu xhaleshanu. Atëherë ti ke dashuria me një rob i Allahu xhaleshanu vetëm për hir të Allahu, s'ka asnjë interes tjetër. Kjo dyta cilësia, nëse kemi krijuar. Dhe treti thot Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nëse vin një rasti, ti vin rënd, ke urrëtia ndaj kufri ashtu, siç ke rënd nëse dikush hedh ty në zjarr duke të vështirë,